projekt ligjit që gjenderizon fëmijët, projekt ligjit i cili na kthen tek ligji agitacion propagandë që censuron fjalën e lirë, që censuron lirinë e ndërgjegjes, lirinë e shprehjes, lirinë e besimit. Ky është momenti kur musliman dhe të krishterë bëhen bashkë për të thënë jo projekt ligjit të George Sorosit, për të thënë jo projekt ligjit të likave globaliste të ekstremit të majtë. Ne sot jemi për të thënë jo komunizmit, rikthimit të komunizmit në Shqipëri. Ne jemi sot këtu për të thënë jo shkatrimit të familjes. Ne sot jemi të mbledhur të bashkuar në flamurin shqiptar. Shqipëria meriton të lartësohet. Familja duhet të lartësohet. Moriu duhet mbështetet në Shqipërinë tonë. Mbasi kemi humbur shumë shka për gjatë këtyre 35 viteve, por nuk do të rënë kurrë që të në përkëmbet digniteti i shqiptarëve, të në përkëmbet identiteti i fëmijëve, të vjetë në lojë e ardhmja e Shqipërisë. Unë jam shumë i gëzuar që sot këtu kemi një imam nga xhamitë e Tiranës në Verën, që një profesor ka forumin musliman i Shqipërisë, përfaqësues nga komuniteti ungjëllor, përfaqësues nga Kisha Katolike, nga Kisha Ortodokse, që janë këtu, në të gjitha të një qytetarë, teist dhe jo teist, të cilët janë mbledhur së bashku përballë këtij rreziku për të bërë rezistencën e fundit, sepse ky projekt ligj nuk trajton vetëm çështje barazie. Në thelb projekt ligji është zhbarazia më e madhe që ekziston. Unë dëshiroj që të falenderoj deputetët e Partisë Demokratike që janë këtu përballë meje, lideri historik i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, i cili është këtu. Dhe dëshiroj të falenderoj të gjithë deputetët vullnet mirë të Parlamentit të Shqipërisë, të cilët do të thonë jo këtij projekt ligji sot. Ju nuk e dini që nëse ky projekt ligj do kaloj, atëherë jeni duke shkruar shkatrimin e familjes, shkatrimin e fëmijëve, shkatrimin e Shqipërisë. Ju duhet ta dëgjoni një herë për gjithmonë që ky projekt ligj nuk është sikur ju a kanë komunikuar çarqe dhe klika caktuara. Ky është projekt ligj më i tmerrshëm se sa rëndimi i pronës. Flasim për rëndimin e fëmijëve, flasim për rëndimin e jetës, flasim për sobëzimin një herë për gjithmonë të strukturës bazë atomike që është martesa mes një burri dhe një gruaje. Flasim për transformimin e identitetit shoqëror shqiptar, transformimin e gjuhës së shkruar, gjuhës komunikimit, gjuhës së ligjit. Flasim për sanksione, të cilat ju nuk imagjinoni dot, që nisin me gjoba nga 1,5 milion vjetra deri në burgime. Të gjitha këto janë brenda këtij projekt ligji që vjen nga Ministria e Anti-Shëndetit, nga Ministria që projekton surrogacinë në Shqipëri, nga Ministria që quhet vetëm Ministria e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social, por që nuk është në gjendje të kurojë gradë smura me kancer tek onkologjiku. Miq, ka ardhur koha që shqiptarët bëhen bashkë dhe t'i bëjnë ballë fatmës që kërkon të shkatërrojë thelbin tonë, historinë tonë, traditën, fenë, kulturën, gjuhën, martesën, familjen, fëmijët, të sotmen dhe të nesërmen. Për të arsye unë sot dëshiroj t'i drejtohem Taulan Ballës, kreu të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Taulan, hiq dorë. Komunitetet fetare kanë dalë me deklaratë dje. Komunitetet besimit kanë dalë me deklaratë të cilët e kundërshtojnë këtë projekt ligj. Ky nuk është projekt ligji i shqiptarëve për shqiptarët. Ky është projekt ligji i George Sorosit për shqiptarët. Ky është një trup i huaj, ky është një kancer i cili synon të shkatërrojë një herë për gjithmonë Shqipërinë tonë. Ky të vinë, ne do të qëllojmë këtu si zëri i patalbalentuar dhe jo partjak, i shqiptarëve, të cilët qëllojmë në mbrojtje të